Lutem për replik ish ministrit I cili përmendi këtu policët dhe dhunë ndaj policëve, po kur ishte ministër nuk pati kurajon të mbante përgjegjësi për policin Azbis Pahiu, I cili nga presioni I madh detyrua të hidhe nga lartësia se kishte arrestuar të birin e oligarkut. Ky është ministri I policisë pra, dhe kaq donë të din këta për policin. Tani me qëse më të citoj mua, do të them që unë nuk bëra thirrje për Molotov, por thash që në qoftë se kjo qeveri nuk tremet nga Molotovët, të rruhet nga urrejtja e popullit. Ja, e keni mbushur kupën aq shumë, sa duhet keni kujdes kur esni rrugëve, zotri, sepse populli ju urren. Këtë thash unë. Zoti Berisha replik, më pas zoti Hoxha. Qytetar dhe qytetare, edhe njerë si që teksova par, goj për dalurave nuk duhet të përgjigjesh kurrë. Jo, një minut. Nuk I them turp se turprohet fjala turp me te. E kuptoni ju apo jo? Unë nuk I them turp asaj se fjala turp turprohet me te. Prandaj nuk do të turproj fjalën turp. Dhe këtu them ju, absolutisht, me përgjegjësi të plot, asnjë polic I lënduar dhe I plagosur në spitalin e urgjencës, përkundrazi, protestues paqësor, kryengris paqësor, në lulet ballit me plumb gome që mund të çpoj me probabilitetin me të mallkafken, tjetri në kokë, tjetri bazveshi plumin, humor, për të mbrojtur hajdit tuaja, për të mbrojtur lubit tuaja, për të mbrojtur kryehajdut e kombit e Dirama. Dhe urdhoni si thot kjo zonja adres, se kjo se ka, se kjo të da quni zonja adres, sa I vete ka quajt, ti e vetëm për adresa, edhe shko pyet pak atë atje. Fatin e ti do pësosh edhe ti, fatin e ati Hoxha I që foli. Ju të pakten mos bëni mbrojtjen e krimit. Mos bëni mbrojtjen e krimit në këtë mënyrë se po I një peg, një sklever. Si ka mundësi. Ngrihesh dhe gënjen. Trego. Plakt kanë, turp të kesh. Plakt kanë fotografi. Kuj ke? Kuj janë? Kanë emra. Cilët janë? Asnjë. Urdhoni. Dhe shkojnë në rrafin në komisariat. Ta mbaroj fjalin. U themun, mos I prekni me dorë nxënësit, mos revoltoni rinin, sa ajo pastaj nuk njeh kufi. Mos revoltoni rinin, respektojeni, ajo protestojnë në mënyrë dignitoze, paqësore. Kryengritja jonë është paqësore. Hajduti ndiqet gjerë në vrimën e fundit. Hajduti nuk kursehet. Hajduti ndiqet dhe vetëm ndiqet. Ju kontrolli hajdutët. Zoti Hoxha replik. Kryetar, po si ka mundësi që kryetari I opozitës por edhe kur thot të vërtetën gënjen mos, si ka mundësi? Tani në lidhje me zotin Muçi, ajo ngjarje e atit oficerit policisë rrugore, zotit Hasbiu, nuk është ashtu siç e thoni ju, dhe më vjen keq që një deputet I ri, se e konsideroj edhe veten deputet I ri, sepse ne të rinj duhet mësojmë nga më të vjetrit, duhet marrim sa më shumë përvojë. Tani, jo, nuk e kisha nga ai. Jo, dua t'i kthem dhe njerë, po më lejoni të flas. Dua t'i kthem dhe njerë kryetarit opozitës. I thot ministres brendshme, do kesh fatin e atij Hoxhës. Po pse s'ke besim ti te mua? Po pse unë nga ministru bëra deputet? Nuk e besim? Nuk është rrugtimi mirë ky? Po pse t'kam zhgënjyer unë? Faleminderit. Zoti Erion Braça e ka fjalën.
Zoti Braçe. Kryetar, i nderuar kryetar, ora është 11:11. Ka kaluar 1 orë e 10 minuta. Dhe ne natyrisht nuk kemi hyrë ende në rendin e ditës. Tani, kryetar, të lutem. Tani në rendin e ditës janë 2 interpelancat kërkuara nga opozita. Në rendin e ditës është një seancë pyetjesh e kërkuar nga unë. Në rendin e ditës janë 2 ligje të propozuara nga opozita. Tani nëse kanë ndryshuar plani, mund të na i thoni. Por që kjo seancë të shkojë në një moment alucinant është e tepërt edhe për ne, është e tepërt edhe për ata që janë jashtë kësaj sale. Se tani, para 2 ditë e gjysmë, pash deputet që donin të hynin me dhunë në parlament. Me dhunë. Me molotov në dorë për të hyrë në parlament. Me molotov mbi policin për të hyrë në parlament. Sot ishte e lirë fare. Dhe të njëjtë deputetu si shonë sa. E para. E dyta që është akoma më rëndësishme. Parlamenti nuk mund të shërbej për të ndryshuar faktet historike. Sepse ja bën mugjoja. Në 21 janar, në një protestë të nisur paqësore, po që kishte nuk pëlqeu, s'të pëlqeu, ja se po rregulloj. Në një protestë që nisi paqësore, dhe që mbaroi me 4 të vrarë, jo me ujë, po me plumë në lule të ballit. Me plumë në lule të ballit. Dhe me 14 të tjerë të plagosur. Me plumë, po prap. Në pjesën e trupit, dhe jo në pjesën e këmbëve, po në pjesën e trupit. Dhe që janë sot gjallë. Fare kot. I shpëtoi Zoti i lartë. Nuk mund vjet tuhet na thuhet që gjuajtet me ujë dhe gjuajtet me plumba gome. Në lulet ballit, 4 veta po prap. Shiko, që ajo ngjarje do t'ju përndjek. Derisa ai i lartë t'ju marr, po patjetër që do ju përndjek deri në fund. Po që në këtë vend do bëhet drejtësi një ditë. Vjojmë seancën. Vjojmë seancën. Zonja Topalli, për procedurë. Jo, pës mund të ketë replik mbi replik, se s'ka kuptim. Zonja Topalli, do ta merrni fjalën, Zonja Topalli. Tani nuk e 8 vjet e keni drejtuar këtë kuvend. Tani Zonja Topalli, Zonja Kiduina Zaka. Për procedurë. Faleminderit kryetar, tani që ky është teatri i radhës, ne këto e kemi të qartë. Është e njëjta këngë, por më e keqja është që jeni ka ta ndisur si një orkestër. Doktor, bëni muzikë me një dajre të prodhuar 81 vite më parë. Dhe më e keqja është që dhe veglat e reja muzikore të opozitës tuaj vazhdojnë njëjtën vijë melodike. Tani, prej doktor non gratës, unë nuk pres në një gjuhë më të përshtatshme se ajo që përdori, por më vjen shumë keq që kolegët e opozitës në vend që të kritikojnë gjuhën e përdorur, po i na me ty e kam, dalin aty dhe protestojnë për të mbrojtur fjalën e doktor Stali Berishës që përdor një gjuhë seksiste dhe fyese ndaj kolegëve të këtij parlamenti. Kështu që ju të dashura kolege që trumpetoni me të madhe për krijimin e aleancës së grave deputete, sot duhet kishit kritikuar drejtuesin tuaj madhështor. Dhe doktor, kam një replik me ju, ose jo replik, se s'm ke përmendur, po e kam drejt për drejt me ju. Ato snajperat unë e di që ti i ke fiksim që prej viteve më parë, por më vjen shumë keq për të gjithë ata policë që janë dëmtuar nga protesta juaj paqësore me molotov dhe fishek zjarr drejtuar
trupave të policisë së shtetit, kështu që bëni mirë që të tërhiqeni. Unë besoj që populli opozitar nuk është ai që bën këto protesta të dhunshme. Jo, populli opozitar di të protestoj në mënyrë paqësore, jo me dhunën që ju nxisni. Dhe si bi e një ish polici e di shumë mirë se sa e dhimbshme është për ato familje, për ato nëna, për ato fëmijë që presin prindrit e tyre, bitë e tyre të mbarojnë detyrën dhe të kthehen shëndoshe mirë në shtëpi. Dhe ju jeni askushi që t'i dëmtoni dhe t'i vrisni. Bravo. Për replik, zoti Berisha, ju lutem uluni të gjithë deputetët të tjerë. Ja kam dhënë fjalën, uluni në vend. Ja kam dhënë për replik. Uluni.